Trimestri I dytë ka fillu për mu ka pak kohë. Edhe po shoh shumë ndryshime me trimestrin e parë, kështu që deshta më javon një checkpoint, një kallëzu këtë senat që kanë bërë përshtypje. Për këtë ju që më thënë që kanë mu qetësu dhimbta e lukthit, nuk o qetësu shumë, o qetësu pak, edhe më varet ushqimet që I ha, edhe dikush më ka shpëtu jetën e më ka tregu që nuk u ban me flajt në shpinë. Nuk e kum dit heq. Kum pa shumë ndryshime në faktin që kum shtu pesh. Në trimestrin e parë nuk kum pas shtu heq pesh, as 1 kg se kum pas marrë. Tashti ja ka fillu, për momentin I kum marrë 3 kg e gjys. Po më duken ekstrem shumë, po është okej. Inshallah, nuk shtoj shumë. Jo ma shumë se 12 kg gjatë tërë shtatzanisë. Lodhja është ekstreme, jam shumë e lodh. Edhe nxehti, o të myt kejt, nuk e di ju gros shtatzone, që shpe kalani që të verë, unë që të verë nuk kem të mujt me qëndru heq. A besani më kanë shku 1 orë, te isa me më ly, se u deshke me nejt para ventilatorit që shtë në gjithë. Qona me ventilator, flej me ventilator, jetoj me ventilator, ka qkoj e marrë ventilatorin me veti. Një ndryshim që e kum pa shumë të madh është lëvizjet e bebës. Në trimestrin e parë, nona mos u shqetësoni nëse nuk e dalloni shumë bebën të lëviz, është gjë shumë normale, se është shumë bebja e vogël. Tashti pendje, oh my god, non-stop, qatë shumë energji ka nuk e di që shumunët. Sot shumë zed, bre. Kallëzonëm një idea për emra të djemve, se jena të lypë emna. I kena do preferenca tona, ma halo nuk kena vendus 100%, kërë që nëse keni na ide të mirë, ju lut na shkruani në komente. Mundi edhe në Instagram e më shkrujt, është elona.sh